tregojmë ndërkombëtarëve dhe symbolizimi që përmendet ti për jashtë. Që tregojmë njerëzve që në atë gjykatë po bëhet një padrejti e madhe, po shkel disa rregullore të shumta që s'mund t'i numëroj tash sa shkelje ka në gjykatë mrena. Po Allah Zoti që tash kanë përmirësuar dhe ka zbrit amerikanët në Hag sot dhe janë duke vëzhguar çdo proces pisoj, janë duke vëzhguar amerikanët dhe janë duke bindur vetë se sa shkelje kanë bërë gjykata speciale. Ajo gjykata speciale ka bërë shkelje duke i arrestuar njerëzit pa faj dhe që 5 vite i mban aty mrena. Ish presidentin Hashim Thaçi, 2 kryetarë të kuvendit të Kosovës, Bacin Jakup dhe Kadri Veselin dhe generalin Recep Selimi. Edhe unë isha vetë në burg ato, kam vujt 4 vjet gjysmë kam vujt në burgur ato në gjykatën speciale. Unë jam liru që 1 vit e gjysmë, unë edhe Nasim Aradini. Kështu që gjykatë ka bërë shumë shkelje, shumë parregullsi të mëdha dhe nuk është sjell mirë me të burgosën, ka bërë shkelje të mrena të burgosë, ka bërë shkelje. Ju e dini rastin e fundit me një prokuror i cili ka punë si gardian dhe pa shkruar si prokuror dhe aja ka shkelje flagrante që mund të njohet nga gjithë ne. Pikërisht për rastin e fundit, unë kisha një komunikim që denoncoi edhe Thaçi, kisha një komunikim me zotin Haradinaj, i cili më foli për atë periudhën brenda, edhe për plasjet edhe provokimet e këtij personi, pra roje si u bë prokuror. Po ju mund të tregoni ndonjë episod? Kur unë kam dalë për burg, me suri ky person nuk ka ndodhur një rast më herët. Një rast ka qenë një Gjoni i cili ka punuar në administratën publike, që më thon, mrena për mrena. Dhe ai ka qenë administrator ato dhe në kohën e caktuar diku mrena 8 muajve e ka lëshuar punën e çantës barbukimit dhe ka shku gardian, ka qenë me NSC amerikane. Edhe ato kemi po. Rasti i dytë nuk më kujtohet, unë nuk e di si ka punuar njeri ato, po ka gjasa që ka ardhur, mbasi jam liruar në Biburg dhe ka ardhur bu gardian ato dhe pi gardiani është bën prokuror, po këtu gjykata speciale ka infiltruar njerëz, ka dosur të ketë infiltrime me njerëz mrena për mrena çantës barbukimit që përgjoj, shiqoj, apo ti përcjell dokumentacionin e tyne, ti kontrolloj gjitha senet, dhe kjo ndodh që kjo mund të jetë shumë më kallëshme kjo, apo më sigurt kjo punë që kanë bërë ata. Po kanë hos në pengesat noja, nuk kanë mund të bëjnë asgjë, vetëm e kanë treguar fytyrën në vetë reale, tash Evropa apo mund vjen keq kjo gjykatë edhe Evropa nuk ja mor fytyrën. Se ne kemi menduar që në Evropë ka drejtësi dhe tash po del që aty s'ka drejtësi fare. Zoti Kusati, protesta është vetëm fillimi, do të vazhdojmë apo kjo ishte pika kulminante? Jo, unë kam bërë një protestë në Prishtinë, besoj e dini, mbi 47.000 policia kanë dalë, jo zyrtarisht më kanë treguar, mbi 47.000 vjet kanë qenë në Prishtinë, ku edhe aty do të vendroj qytetarët e Kosovës edhe qytetarët e Shqipërisë, Maqedonisë, Moldovës, të gjithë morën pjesë, shumë se erdhën me autobusa mirë të organizuar. Dhe protestë pat një shumë të madhe. Dhe tani ne vendosëm të mojmë edhe një protestë në Hag, tash që e majtëm dje, e cila rezultoi me shumë sukses, me një angazhim pashosh të gjithë mërgatës, edhe veteranëve që jetojnë në mërgatë, po sidomos mërgatat që u bashkangjetën, punuan shumë, punuan afër 14 ditë punuan pa ndërprej. Unë kam punuar 7 ditë me ta dhe ata kanë punuar 14 ditë pa ndërprej fare. Dhe ato është me të rrit zemra, me të bëj zemra mal, ku ishte gjithë situatë bashkuar, si thash edhe në fillim, pa dallim feje, etnie, partie dhe pa dallim gavin. Unë thash fillim, mu zemra mal më është bërë ku kam bua flamurin e Skënderbejut dhe flamurin e UÇK-s duke valuar në Den Haag. Djetën Haga ka vënë shqip, djetën Haga ka valuar me flamurin tonë kombëtar. Dhe unë besoj se qytetarët tash do ta kuptojnë realitetin se ushtria që i dorë Kosovës nuk ka qenë ushtri kriminale. Ushtria që i dorë Kosovës ka luftuar, ne luta na është imponu. Ne se kemi dashur luftën, ne besojnë një popull mboçi që shon luftoj. Dhe ne kemi luftuar, tash lëm këtë popull nga hordhit çetnike paramilitare serbe, të cilët bënë masakra, vrasje, djegje, përdhunime, gjitha këto. Dhe sot fal gjoku tyne dëshmorë, fal luftës titanike të Adem Jasharit, Luan Ardini, Shkëlzeni, Serpe Azidi, Edmond Hoxha, ne sot jemi të lirë, që mos jes bosh dëshmorë, mos shkojmë me emra gjithë, se s'mund të përmendi, kështu që ne sot jemi të lirë, unë besoj edhe bashkimi është afër me Shqipërinë, se ne jemi vëllezër, s'kem ku shkojmë, jemi të një gjoku dhe dinone, kështu që besoj shumë shpejt. Unë të falenderoj qytetarët e Shqipërisë, dje ka pas shumë. Tjeni të binëm, kam taku shumë, kam bu fotografi shumë me qytetarët e Shqipërisë, që më kanë befasu dhe më kanë njonë shpresë shumë të madhe se edhe ata kanë vrejtë se ka lëviz puna për smari në gjykatën speciale dhe dhosh Zoti ta fesojmë bashkarisht dy shtete lirimin e tyne. Zoti Kusati, edhe dita e sotme ka qenë mjaft e rëndësishme, jo vetëm për faktin për ata që ju tha që zbritën amerikanët në Hag, dy përfaqësuesit që ndoqën procesin, por edhe James Rubin që dëshmoi. Mundet që kjo t'i jap një tjetër rrjedh pra gjyqit, kjo dëshmi e tij?
Sepse është zë amerikan, edhe i zë i fuqishëm, i rëndësishëm. Unë pajtoj këtu me ty, që do t'jep një rrjedhë këtë ndryshe, do të kthehet këtë përsëmari. Edhe sot me dëshminë e Xhems Rubini unë kam përcjell pjesë, s'kam mujt ta përcjell krejt. Xhems Rubini sot ka qenë fenomenal. Jo pse ne po kem dëshirë të ashtu, po e ka kallëzuar një realitet, e ka kallëzuar një drejtësi tamam çka ka ndodhur në Kosovë, kush ka bu masakrën në Kosovë, kush ka qenë fajtori, dhe sot unë mendoj se është një fitore shumë e madhe për ushtrin qytetar të Kosovës me deklaratat dhe dëshminë e Xhems Rubini, që Xhems Rubini asgjë nuk gënjeu. Vetëm e të këtë vërtetën, është një mik i madh shqiptarëve Amerika, po vetë ky, zëdhën se i Ellbrajtit është një mik i madh i shqiptarëve dhe i Kosovës, dhe gjithë shqiptarëve, se ne dim amerikanë janë me shqiptarëve, unë besoj se do të ndryshoj përsëmari, do të ndryshoj përsëmiri, shpresoj se amerikanët